Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton përditshëm komenti shkrimi shenjtë. Jemi në datën 23 gusht dhe kishën ortodoksit. Në këtë ditë që është ditë e diel, dita e Zotit, dita e kishërimit ton, dita e bashkimit mistik me Krishtin në kungatën ynore dhe në liturgjinë ynore dëgjojmë dhe pjesë nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 10, vargu 38 deri vargu 42 dhe kapitulli 11, vargu 27 deri vargu 28. Ne do flasim për pjesën e Ungjillit sipas Lukait, kapitulli 10, vargu 38-42. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas hetërve. Ndodhi që ndërsa ata po udhtonin, Jesu hyn në një fshat dhe një gruaj që kishte emrin Marta e priti në shtëpinë e vet. Ajo kishte një motër që quhej Maria, e cila ulte te këmbët e Isuit dhe dëgjonte fjalët e tij. Po Marta, që ishte krejtë zënë nga punët e shumta, ju afrua dhe i tha: Zot, a nuk të intereson që me motër më la të shërbej vetëm? Thuaj pra të më ndihmoj. Por Jesu i duke i tha: Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdoj për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme, dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë që asaj nuk do të hiqet. Etrit e kishës e kanë komentuar gjerësisht këtë pjesë dhe ne kemi dy personazhe shumë të njohur, Marta dhe Maria, të dy motra, të cilat janë motrat e Lazarit, dhe Krishti ishte mik i familjes së tyre. Në vargun 38 lexojmë: Ndodhi që ndërsa ata po udhtonin, Jesu hyn në një fshat dhe një gruaj që kishte emrin Marta e priti në shtëpinë e vet. Krishti udhtonte nga një vend në vend tjetër bashkë me apostujt dhe në këtë fshat u prit nga Marta. Në Vithani pra është fshati, dhe aty Marta filloi t'i shërbej Krishtit dhe gjithë ata që ishin bashkë me të. Por shërbimi që bënte Marta ishte një gjë shumë e mirë, por përveç Martës në atë shtëpi ishte edhe motra e Martës, Maria, që në vargun 39 na thuhet: ai kishte një motër që quhej Mari, e cila ulte te këmbët e Isuit dhe dëgjonte fjalët e tij. Pra, këto dy motra kanë një pozicion krejt të ndryshëm ndaj Krishtit. Shikojnë që Marta po shërbente, kurse Maria dëgjonte fjalët e Krishtit. Shën Agustini e sheh këtë episod si një figurë të dy realiteteve të jetës krishtere. Tani ne kemi nevojë të shërbejmë si shërbente Marta, por qëllimi përfundimtar, flasim për përjetësinë, është që të qëndrojmë me Krishtin dhe ta shohim atë ballë për ballë. Edhe neve sot mund ta presim Krishtin në shtëpinë tonë, siç e priti Marta, dhe çdo thotë të presësh Krishtin në shtëpinë tënde, do thotë që ti të shërbesh të tjerëve. Kur i shërbejmë të tjerëve, ne i shërbyer Krishtit, ose dhe kur shërbejmë në kishë. Por pyetja është, apo e bëj këtë bashkë me Krishtin, apo bëj këtë duke haruar Krishtin? Sepse shikojmë një pozicion tjetër të Maris, e cila, siç edhe dëgjuam tek vargu 39, ulte te këmbët e Isuit dhe dëgjonte fjalët e Krishtit. Maria ulet te këmbët e Isuit dhe kishte pozita ose pozicioni i një nxënësi përpara mësuesit. Ajo, Maria, nuk merr rolin e një dishepulle, por ajo kërkon fillimisht të dëgjojë Krishtin para se të bëjë diçka. Shën Agustini thekson pikërisht këtë: Maria zgjodhi atë që është e përhershme. Shërbimi është i domosdoshëm në këtë jetë, por dëgjimi i fjalës dhe bashkimi me Krishtin janë ato që na çojnë drejt përjetësisë, dhe këto nuk mbarojnë asnjëherë. Ne jetojmë në një kohë ku gjithçka dhe gjithmonë na nxit për të punuar, se puna, familja, ambienti shoqëror, pra të gjitha na nxisin për të punuar. Por kjo na pengon ndonjëherë dhe në kohën me Zotin. Pra na merr dhe kohën për Zotin, atë kohën e lutjes, atë kohën e dëgjimit, e leximit dhe studimit të shkrimit shenjtë, ose dhe kohën e kishës. Mund të jemi ndonjëherë fizikisht pranë Zotit, pra mund të shkojmë dhe në kishë, mund marrim pjesë në shërbesa, por mëndërisht gjithmonë jemi diku tjetër. Pra nëse mendja na punon vetëm tek punët, tek angazhimet shoqërore, familjare, patjetër që kjo nuk është e mirë. Maria na mëson një gjë shumë të thjeshtë: ndalo, ulu dhe dëgjo. Ndonjëherë lutja më e rëndësishme nuk është të flasim shumë me Perëndin, por të heshtim dhe ta dëgjojmë atë çfarë thotë Perëndia. Kur e dëgjojmë atë çfarë thotë Perëndia, do thotë të dëgjojmë fjalën e tij dhe të meditojmë për fjalën e tij. Jemi në vargun 40. Po Marta, që ishte krejtë nga punë dhe shumë, i ofrua dhe i tha: Zot, a nuk të intereson që me motër më la të shërbej?
vetëm, i thuaj pra të më ndihmoj. Këtu fillon problemi. Marta po bën një punë të mirë, por një punë e mirë mund të bëhet problem kur na merr paqen dhe na bën të humbasim kohën me Zotin. Shikoni se Marta fillon të ankohet. Zot, a nuk të intereson? Kjo është shumë njerëzore në bisedë. Tham që Krishti ishte miku i familjes, kishte një lloj familjariteti, por kjo nuk e lejonte Martën të shprehej në këtë mënyrë. Marta këtu gaboi. Sepse kur lodhemi duke bërë mirë mund të fillojmë dhe të mendojmë, pse të tjerë nuk bëjnë sa unë. Dhe pastaj shërbimi kthehet në një krahasim, ankesë, zemërim kthehet në një barë. Prandaj duhet kemi kujdes edhe në punët të cilat janë të mira, por jo domosdoshmërisht ato në një farë mënyrë ka një përfundim të mirë kur na ndajnë nga qëllimi, nga bashkimi me Krishtin. Shikoni se Marta nuk shkon t'i thot Marias, ajde, më ndihmo. Ai kërkon Jesuit, i thuaj asaj të më ndihmoj, sepse e shikoi problemin te Jesui. Kjo tregon se shqetësimi ka filluar të ndikojë dhe në marrëdhënien e saj me Jesuin. Pra, duhet kemi kujdes edhe sot neve. Ky është një paralajmërim shumë i fortë për njeriu që bën shumë gjëra të mira, edhe në familje, edhe në kishë, por brenda vetes fillon të thotë, unë po bëj gjithçka, askush nuk më ndihmon, pse vetëm unë, pse të tjerë nuk sakrifikojnë, a nuk e shikon Zoti sa shumë unë po bëj, Dhe këtu shërbimi fillon të bëhet një barë. Kur shërbimi lind nga dashuria si paqen, kur shërbimi shoqërohet vazhdimisht me ankth, krahasim dhe pakanësi, duhet të ndalim dhe të pyesim veten ku është zemra jonë. Mos është egoizmi që na shtyn të bëjmë disa gjëra dhe apo i bëjmë këto gjëra në shërbim të Krishtit apo në shërbim të egos son. Prandaj duhet pasur shumë kujdes sepse është një fije hollë që ndan gjërat, flasim dhe për gjëra të mira, dhe jemi në kapitullin 41. Por Jesui duke për ju i tha, Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdeset për shumë gjëra. Tu kemi reagimin e Jesuit. Shikoni se Krishti me shumë butësi, me shumë porosi, me fisnikëri, i thot, Martë, Martë, dhe përsëritja e emrit patjetër ka një domethënie. Domethënë ki kujdes. Jesui nuk e poshtëron Martën, toni është i butë, ai me shumë dashuri i thot, po lodhe shumë. Problemi është shprehur në këto dy fjalë, shqetësohesh dhe kujdeses për shumë gjëra. Kjo nuk do të thotë se nuk do të kujdesim për familjen, punën apo detyrat që kemi. Por do të thotë se zemra mund të coptohet aq në shumë drejtime saqë humbet qendrën. Shënjangu i Arti në mësimet e tij mbi jetën e krishterë vazhdimisht paralajmëron kundër një jete kur kujdeset për gjërat e jashtme, por neglizhojnë gjendjen e shpirtit. Prandaj pyetja për sot nuk është vetëm sa gjëra po bëj, edhe kur ato janë të mira, por çfarë po i bëjnë këto gjëra zemrës time, marrëdhënies time me Krishtin. Mund të kesh një ditë jashtëzakonisht të ngarkuar dhe përsëri të kesh paqe. Dhe mund të kesh shumë pak ngarkesë, por brenda ti je plot ankth, sepse ke punuar pa Krishtin. Je ndar nga Krishti, je fokusuar tek puna, tek problemi. Krishti nuk po na thot mos puno. Ai po na thot mos lejoj që puna të bëhet shqetësim dhe të sundoj, dhe aq më tepër të shkëputësh marrëdhënien me mua. Jemi në vargun 42. Por vetëm një gjë është e nevojshme dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë që asaj nuk do t'i hiqet. Ktu është kulmi i argumentit që thot Krishti. Jesui nuk thot se asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Ai thot se ekziston një gjë që duhet të jetë në vend të parë. Kush është? Është Krishti vetë. Nëse Krishti është në qendër, edhe shërbimi merr kuptimin e duhur. Nëse Krishti largohet nga qendra dhe gjërat e mira mund të kthehen në lodhje, krenari, ankth ose ankesë, sepse vetëm Zoti është e mira absolute dhe të gjitha gjërat marrin kuptim prej atij dhe vlerë prej atij. Etrit e kishës e lidhin këtë me dallimin midis asaj që është e përkohshme dhe asaj që është e përhershme. Marta po përgatit ushqim që do të hahet dhe do të mbarojë në këtë jetë. Por Maria po merr një ushqim tjetër, fjalën e Krishtit që ushqen shpirtin dhe që është e përjetshme. Krishti e tha, qielli dhe toka do kalojnë, por fjalët e mia jo. Maria zgjodhi pjesën më të mirë. Kur Jesui thot këto fjalë, ai nuk do të thotë se Maria zgjodhi atë që të rri rehat. Përkundërsi, ajo kishte zgjedhur prioritetin e dur pra në atë moment. Ai kishte zgjedhur të rinte te këmbët e Krishtit. Ka momente kur duhet punojmë dhe të shërbejmë, por ka dhe momente kur duhet të ndalojmë,
të ulemi në këmbët e Krishtit të dëgjojmë. Prandaj ne duhet të organizojmë ditën. Jo vetëm punë nga mëngjesi në darkë, por punë, lutje, lexim, meditim, pushim. Pra të gjitha këto duhet i organizojmë që puna mos bëhet një angari, por dhe mos kalojmë në dembelizëm. Pra, kjo është organizimi që bëjnë në mënyrë më të organizuar dhe më perfekte murgjit në manastir, por edhe të tjerë laikët që janë në botë dhe ata duhet të kenë një organizim të ditës. Shërbimi pa lutje mund të bëhet një gjë bosh, dhe lutja pa dëshuri dhe shërbim mund të bëhet egoiste dhe një formë dembelizmi. Prandaj qëllimi nuk është të bëhemi Marta ose Maria në vetvete, në mënyrë absolute. Krishti dëshiron që veprimi ynë të lind nga dëgjimi. Fillimisht duhet jemi si Maria, që dëgjojmë fjalën e Krishtit, të orientohemi, pastaj të jemi si Marta dhe të shërbejmë. Prandaj, jo domosdoshmërisht të ketë një rend kohor në të gjithë fraksionet e kohës, por kemi një rend shpirtëror. Pra, Krishti është qendër, pastaj gjithçka merr vlerë dhe fuqi prej tij. Asaj nuk do t'i hiqet, thot Krishti. Kjo është pjesa më e bukur. Gjërat që Marta po përgatit do të mbarojnë, por ai që Maria po merr nga Krishti nuk i merret. Kjo na drejton tek jeta e përjetshme. Gjithçka që sot ne na duket urgjente, një ditë do të përfundojë. Puna, detyrat, shqetësimet, projektet, pasuritë e gjitha. Por marrëdhënia me Krishtin nuk është e përkohshme. Ajo është e përjetshme. Kështu pra, kur e dëgjojmë të tekst që ka lidhje me Martën dhe Marin, kjo është diçka që na drejtohet edhe neve sot. Dhe neve, kur lexojmë këtë tekst, kemi shumë pyetje personale që duhet t'ia bëjmë vetes. A janë duke bërë ai shumë për Zotin, sa që nuk ka më kohë të jem me Zotin? Është një pyetje që mund t'ia bëjmë vetes. Pra, ne mund shkojmë në kishë, në shërbes, të ndihmojmë familjen, të tjerët, të afërmit, dhe përsëri jemi si Marta në kuptimin pra e Jesuit të shqetësuar dhe shpërndarë, por pa paqe. Nga ana tjetër, Maria nuk është justifikim që të mos bëjmë asgjë. Maria na mëson se veprimi krishter duhet të dalë nga dëgjimi i Krishtit. Prandaj një mënyrë shumë praktike për të jetuar këtë pasazh është, para se të pyesë çfarë duhet bëj sot, pyet çfarë po më thot Krishti. Dhe pastaj bëje atë që duhet bërë, por pa humbur praninë e tij. Me një fjali, ky pasazh i Ungjillit sipas Lukait është: mos lejoj që gjërat që duhet të bësh për Krishtin të bëjnë që të harrosh vetë Krishtin. Kjo është shumë e rëndësishme të dashur krishterë dhe gjithë ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Kjo është arsyeja pse Jesusi nuk e dënoi Martën për shërbimin e saj. Ai e ftoi nga shqetësimi drejt paqes dhe nga shpërndarja drejt një gjëje të vetme që është Krishti. Krishti është qendra e jetës sonë. Ai i jep vlerë, kuptim dhe fuqi gjithçka që ne bëjmë, dhe aq më tepër marrëdhënia me Krishtin nuk është një marrëdhënie kohore e përkohshme, por është një marrëdhënie e përjetshme. Dhe mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Ju uroj një ditë të bekuar dhe miru të pafshim dhe u dëgjofshim ditën tjetër.